Përshëndetje. Videoja e sotme ka të bëjë me testet VANAF, që do të jenë së shpejti. Çfarë janë testet VANAF? Janë vlerësimet e arritjeve të nxënësve në arsimin fillor për klasën e 5. Zhvillohen në 3 lëndë: gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë atyre. Unë kam këtu librat Sadiun për klasën e 2, klasën e 3 dhe klasën e 4. Edhe pse testi zhvillohet në klasën e 5, ka njohuri të cilat unë i kam trajtuar të këto libra dhe janë shumë të vlefshme për nxënësit e klasës së 5. Jo vetëm për matematikën dhe gjuhën shqipe, por dhe për diturinë e natyrës. Dhe është pikërisht kjo lëndë e cila dua të ndaloj sot. Pse po e bëj këtë gjë? Sepse në diturinë e natyrës njohurit nuk merren në formë spirale, siç merren në matematikë dhe në gjuhë shqipe. Që do të thotë, nëse merret emri në klasën e 2, në klasën e 3 përforcohet dhe shtohen njohurit, në klasën e 4, gjithashtu në klasën e 5. Në lëndën e diturisë së natyrës ka njohuri të cilat merren në një klasë dhe nuk përsëriten më në klasa të tjera. Nuk ndodh me të gjitha kështu, por unë i kam përcaktuar. Kam përcaktuar tematika të cilat janë te provimet VANAF dhe nuk trajtoj në klasën e 5, sepse ju mund të mendoni, ju prindër dhe fëmijët mendojnë që ne kemi bërë diturinë e klasës 5 dhe me këtë e kemi mbaruar dhe përsëritjen për testin VANAF. Nuk është as pak kështu. Ja cilat janë disa njohuri të cilat nuk rimerren më, prandaj ju mund t'i përsëritni te librat që keni bler ose që do t'ju duhen t'i blini për t'i punuar këto ushtrime. Fëmijët që i kanë bler që janë në klasë të 2, në klasë të 3 dhe në klasë të 4 nuk duhet i hedhin poshtë. Le t'i mbajnë aty, kur të shkojnë në klasë të 5 t'i përsërisin. Po e nis me klasën e 2. Është tematika diversiteti i materialeve që ka të bëjë me shkëmbinjt, dherat, materialet natyrore, materialet e prodhuara nga njeriu. Këtu është testi për katës, te Sadiun për klasën e 2, është testi në faqen 101, pra test i cili ka të bëjë pikërisht me këto, me materialet natyrore të prodhuara nga njeriu dhe përdorimet e tyre. Dhe kjo mund të jetë dhe provim, mund të jetë dhe pyetje në klasën e 5. Klasa e 2 kishte më pak njohuri të cilat nuk rimerren. Klasa e 3. Te klasa e 3 kemi 2 tematika të cilat nuk trajtohen më në klasë të 5. Njëra ka të bëjë me proceset jetësore, i gjalla dhe jo i gjalla, grupet kryesore të vertebrorëve, klasifikimi i gjallësave. Është testi këtu. Pra, është ky test i cili është trajtuar shumë bukur. Ka dhe pyetje shumë logjike. Dhe tematika tjetër ka të bëjë me forcat shtytse, forcat tërheqëse, forca e fërkimit, që është një koncept paksa i vështirë për fëmijët, edhe kjo trajtohet në klasë të 3 dhe nuk rimerret më. Këtu kemi testin për forcat e fërkimit dhe për forcat shtytse dhe tërheqëse. Atëherë të vazhdojmë me klasën e 4, cilat janë njohuri të cilat nuk rimerren më në klasën e 5. Këtu janë më tepër se klasat e tjera. Ja po i marrim me radhë. Ka të bëjë me gjallësat, përshtatjet me mjedisin, çelësat e përcaktimit. Çelësat e përcaktimit janë shumë të rëndësishëm dhe janë paksa të vështirë për fëmijët. Këtu i keni të trajtuar shumë bukur dhe me anë të skemave që janë shumë të kuptueshme dhe të qarta për fëmijët. Një njohuri tjetër e cila nuk rimerret më ka të bëjë me elektricitetin. Elektriciteti, përdorimet e tij, vetit magnetike të trupave, magnetizimi, pra dhe këtu janë trajtuar me shumë kujdes këto njohuri. Dhe njohuria e fundit, e cila nuk rimerret më në klasë të 5, ka të bëjë me tingullin. Është një koncept paksa i vështirë, shpesh është i vështirë dhe për mësuesit, jo vetëm për nxënësit. Ka të bëjë me fizikën. Ja, këtu keni, është trajtuar shumë bukur, ka pyetje midis tyre, ka pyetje shumë logjike, pyetje të gjitha niveleve. Pra, ky është pjesa e tingullit, burimi i tingullit. Atëherë, librat Sadiun për klasën e 2, të 3 dhe të 4, nëse i keni bler, mbajni, kur të shkoni në klasë të 5 do t'ju duhet i përsërisni për provimet VANAF. Nëse nuk i keni bler, mund t'i blini dhe
të përdorni jo vetëm njohuritë që janë në lëndën e diturisë, por dhe në gjuhën shqipe dhe në matematikë, sepse ka disa njohuri të cilat fëmijët nuk i dinë mirë në klasë të 5. Këtu janë tekste letrare të përzgjedhura me shumë kujdes, ka pyetje të cilat vënë punë logjikën e fëmijës, edhe matematika gjithashtu ka situata problemore të cilat e ndihmojnë shumë fëmijën edhe për klasën e 5.